Kur s'ka qenë bota në herë para një rreziku kaq të madh, katastrofik që është ashti. Agjentura ruse e ka paralajmëruar Iranin para 3-4 ditëve që çfarëdo që të boshti, çfarëdo që të bish dakord me Amerikën, në Amerikë, në Pentagon, në Shtëpinë e Bardhë, është vendos që ti do të sulmohesh me trupa. Pra do të bëhet pushtimi me trupa. Është vendos, arrin apo nuk arrin Amerika është gjë tjetër, por nuk varet fare nga përpjekjet diplomatike. Nuk varet fare se në çfarë lëshimesh do bëjë Irani. Do t'ja jap Amerikës gjithë atë uraniumin? Apo nuk e jep? Irani është në plan për të pushtu. Bisedat janë zhurmë për të rheq vëmendjet këto bisedimet. Sinjalet janë të qarta. Flota detare amerikane nuk ka shku në afër Hormuzit për të bërë bllokat, por ka shku për 2 qëllime kryesore. Një për të siguruar që Kina nuk do të çojë armë me një që shkon gjoja për të marrë naftë, edhe 2 për të pas trupat gati për me sulmu në tokë. Kjo, vëllezër e motra, është gjoja më katastrofike, sepse jemi para një lufte ku është krejtësisht e mundshme që të përfshihet gjithë bota, edhe është krejtësisht e mundshme që të përdoren bombët atomike, edhe ne mund t'jemi në pragun e zhdukjes së këtij civilizimi. Komanda e lartë e ushtrisë iraniane menjëherë i është drejtuar flotës amerikane në Oqeanin Indian, afër Hormuzit, që i kam gjitha anijet e tuja në shënjestër, i kam gjithë raketet gati drejtume tek anijet, do të fundos flotën e juaj, që Amerika nuk mund të anashkaloj. Kina nuk po i bindet se këta kanë mendu Amerikanët që anijet kineze do të ndalin, do të kthehen mrapsh. Por jo se do të guxojnë të t'inalojnë. Kanë mendu që ndoshta tërhiqen anijet kineze, edhe ndoshta Irani ul armet, pranë çdo gjë bisedë, dërzo, po si të dërzohesh, i ka thënë Rusia, si të mos dërzohesh, ti do të sulmohesh. Pra, nuk ka besim kur është një lojë jashtëzakonisht e rrezikshme, e frikshme, ku secili flex muscle, si thonë që munohet me trëm tjetrin përpara sulmit të madh. Gjithë kanë me frikë, po nuk ka kthim. Nuk ka kthim. Tashi do të tregoj se gjërat janë jashtëzakonisht të ndërlikume këtu. Kur Amerika e bllokoi këtë gjirin e Hormuzit, që është thjesht me kontrollu anijet kineze mos binë armë dhe t'jenë gati me zbarku në tokën iraniane, ato thanë që ne do të bllokojmë anijet e Iranit mos nxjerrin naftë nga gjiri Persik, sepse Irani nuk lën anijet arabe
nga Katari, nga Iraku, nga Arabia Saudite që kalon aty. Kur Amerika tha që nuk do të lejoj anijet amerikane, Irani tha, unë do të shkatroj portët. Jo vetëm portët e këtyre veneve arabike që i kam afër, por do të ndalë edhe do të bllokoj edhe atë çka quhet detin e Kuq dhe Red Sea me Yemenin. Jemeni është atje, është një lloj, është ngushtisë më e gjontë atje në Red Sea, po është thujse një lloj, e ka janë këto proxy quhen këto grupet Houthi të Jemenëve që financohen edhe kanë aleancë me Iranin. Unë të blokoj edhe detin e Kuq, edhe jo vetëm këtu që jenë më keq. Tashti, ku janë problemet që bota si kupton tamam? Në qoftë se Amerika ka naftë për vete, edhe ka naftë sa të doj, ka naftë se ka edhe naftën e Venezuelës, edhe naftën e vetë. Pse i dhem Amerikës? Evropa është ajo që vun për naftë, Kina është ajo, edhe India që merr naftën në Iran. Pse vun në qoftë se bllokohet nafta në dy këto vende, Amerika shet naftën e vetë shumë shtrenjtë. Ku është problemi që s'arrim të kuptojmë? Po them shumica. Problemi është fare thjesht që të kuptoni dhe është një problem jashtëzakonisht i madh. Pse? Ka gjysmë shekulli e më shumë që nafta në botë shitet vetëm me dollar. Gjojni me kujdes. Që do kuptoni ju njerëzit të thjesht si puna ime, që do kuptoni këtë, që do kuptoni çdo thotë kjo. Është një lloj sikur të zemë. Në manës të kodrët e gjogëvet, ato kodrët e bukur të detëve, të gjogëve, të manëzve, do mjellin plantacione fish me bore qel fiku. Po fabrika e fikut është në Durrës. Edhe kemi ra dakord të gjithë që vetëm karroca e monit do të bëjë transportin e fiqve për qel. Askush tjetër. 4-5 karrocat apo makinë që janë ata nuk do të bëjnë transportin. Kjo tregon që moni, edhe pse nuk prodhon fiq, po ka karrocën, moni është në kalur, se vetëm karroca e monit do të transportohet dhe të marrë pare më shumë se sa këto që bëjnë fiq. Jo karroca e kaplonit, jo karroca e kasemit, jo karroca e kadriut, po gjithë këto plantacionet me fiq janë miell, do të transportohen vetëm me karrocën e monit. Çfarë ndodh? Amerika është që ka përfitu më shumë nga çdo kush prej naftës arabe, më shumë se vendet arabe. Jo thjesht se ka investuar atje dhe ka pusë nafte. Jo thjesht se këto shejikët arabik i bin gjithë paret, po në Amerikë, në për këto stoqe që quhen ju aksione, që quhen këto ku investon, ka një emër në Shqip që nuk e gjej. Bursa më duket quhen. Pra, jo vetëm kaq, por sepse nafta shitet vetëm me dollar, ose është deri më sot. Jo me euro, mund të kesh euro, apo evro, si thonë, mund të kesh plot, po s'patë dollar nuk blen tot, shitet vetëm me dollar. Mund të kesh rubla çfarë ka Rusia, fjala vjen. Mund të kesh sa të dush, por po s'patë dollar, se blen dot naftën. Edhe armiqtë e Amerikës, armiqtë përbetum që të blejnë naftë për vendet e tyre, duhet të kenë dollar deri më sot. Po s'patë dollar, nuk blen naftë në botë. Shikojeni ku është interesi i madh amerikan tash, që është problem jashtëzakonisht i madh. Pra dhe vendet armike që Amerika i bllokon nga këto institucionet financiare dhe s'mund gjejnë dollar, i duhet kërkojnë për dollar në kanë botës ndryshe, nuk bëjnë dot biznes, ngelin pa naftë. Çfarë ka bëu Irani, vëllezër e motra? Irani jo vetëm që shet naftën e vet,
me këtë jena, si quhet kjo parja e kinezëve, jo me dollar, por tashti kërkon gjithë gjirit përsik që unë nuk lejoja nije të kalojnë, në qoftë se nafta nuk është paguajt me parën kineze, jo me dollar, kjo shkatron Kinën, ato Amerikën, forson Kinën në botë. Tashti Amerika nuk mund bllokoj bankët, për shembull se këta kanë pas lehtë, i venin sanksione financiare një shteti që nuk e duan, edhe kishin në tutelën e vet, në kontrollin e vet, se s'ka dollar. Edhe shkatron ekonominë, fare thjesht. Shikojnë për më kujtes. Tash çka ka boj Irani? Irani thot, unë nuk loj asnjë anije këtu të kaloj, në qoftë se ata nuk paguajnë me paret kineze, jo me paret iraniane, po shish çfarë mençurie. Kina tashti e merr naftën thjesht nga Rusia, ka Rusia plot. Këto ja kanë hiq sanksionet Rusisë që i kishin vu gjatë luftës së Ukrainës, që Kina dhe India të blej naftë në në Rusi, që ka bo Irani. Një sjorësi këta bëjnë shtetet që vin nga perandëri, që nga lashësia, është kulturë mira vjeçare, 2-3 vjetë, kur ka qenë Dareos, që poshtoj edhe pjesën tonë atje në Greqi, kanë bo dhe Ilirët luftë kundër. Ilirët kanë po atën se Dardanët shkonin dhe mbronin Athinën, gjithmonë kur sulmonte, por një kulturë kaq e lashtë, kulturë shekullore, që ka përhap gjuhën e vetë, pothuajse në gjithë rajonin, që janë këta Azerbajxhan, edhe në Pakistan flitet gjithë Afganistanit, vendet arabe, që flasin këtë, shiat që flasin këtë gjuhën perse, po ja se çfarë kanë bo sa të mëdhe janë. E kanë përfshi Kinën në luftë, edhe në qoftë se Kina s'dan, sepse e kanë bo naftën të punoj për Kinën. Pra Kina tashti përfiton ekonomikisht, forcohet ekonomikisht, edhe po zbliu vetë vaj nga Irani, sepse Irani kërkon që vetëm nëpërmjet, nuk e di edhe emrin e legut janë, po them, por nuk e di se si ka, vetëm me paren kineze e ka po Kinën tashti, sikur të jetë jo Taiwan, po të jetë pjesë e Kinës nafta, që të kërkoj me çdo kusht, jo vetëm ta mbroj Iranin, por që Irani triumfoj, se tashti për herë të parë Kina po përfiton mbi Amerikën, miliarda dollar në vit, se do shitet çdo gjë e naftës në gjirin përsik. Jo më me dollar që shkatrohet Amerika, por me parat kineze. Pra shikoni, një luft për idiotësh që kemi po ne. Bravo i qoftë Izraelit, gabim ka bo Izraeli. Izraeli në qoj neve në luft se dinte që këtu do në fus në luft gjithë botën. Edhe vetë ndoshta mendoj se do të boj që të doj me Hezbollah, me Libanonin, me Sirin, edhe me këto që ka quhet Gaza. Pra, se ta e din që s'ka tërheqje mrapa. Amerika nuk mund të tërhiqet. Nuk mund të tërhiqet se nuk është thjesht, okej, ta mëroj luftën. Marrimi luftës është ta tërhiqesh atje lesh kretë përfetimet paret që merri ati që kontrolloje botën Kinës në gjirin përsik. Nuk ka mundësi Amerika tash të tërhiqet. Çfarë ndodh? Irani, mençuria e Iranit. Që të dini ju, ne kemi 2 bloqe tash kryesore në botë. Harrojeni natën për një sekond. Kemi Amerikën, bllokun perëndimor, edhe kemi lindjen ku bashkohet edhe Rusia, bashkohet Kina, deri diku edhe India, Pakistani. Këto bashkohen jo thjesht se duan njëra tjetrën, janë si ato thjesht se kanë armikun e madh të intereseve të tyre që i detyron të blejnë naftën në përbot me dollar amerikan Amerikën. Mirë për Rusia edhe Kina nuk kanë një aleancë për shembull që të mbrojmë njëra tjetrën në rast lufte siç kanë gjoja vendet e NATO-s.
Vendet e natës ka një pakt të tillë, që po të sulmohet për shembull Franca, gjithë vendet e natës do të mbrojnë Francën. Po të sulmohet Polonia, gjithë vendet e natës do të mbrojnë Polonin, kështu është pakti. Po të sulmohet Turqia ose Greqia, gjithë vendet e natës do të mbrojnë Greqinë. Pra, edhe Turqia do të mbrojë Greqinë, se kështu është pakti, po të sulmohet nga dikush tjetër. Jo nëse hapin luftë vendet e natës njëra me tjetrën, Turqia me Greqinë. Këtë nuk e ka Kina me Rusinë. Ato bashkëpunojnë afër. Ato kanë shkëmbejnë këto informacionet që forcojnë njëra tjetrën kundër Amerikës, por s'kan arrit kurrë që të kenë një pakt të tillë, që po sulmu Kina të hynë në luftë edhe Rusia nëpërmjet paktit. Ata mund të hynë në luftë, por nuk e kanë një pakt të tillë që detyron. Po si ka bo Irani që të dyja të mbrojnë interesin e Iranit? Gjatë kohës së luftës në Ukrainë, Irani e ka suportu, mbështet për krah edhe ndihmu luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Ka dhënë sa këto dronët, siç jepte Turqia Ukrainës, ato dronët Bayraktar jepte Irani. E ka në të lidhjen pa llogarit që do të ndihmojnë Iranin thjesht se kundërshton Amerikën, edhe po shkatron interesin amerikan atje. Pra, kurse Kinën tash e ka futur në thes sepse Irani po thotë unë po punoj për ty. Sepse unë po kërkoj që nafta të shitet jo gjatë luftës, po edhe kur të mbaroj lufta, mos dal pik naftë që shitet me dollar amerikan nga xhiri persik. Edhe vetë Arabia Saudite, edhe Katari, edhe Iraku, të gjithë do të detyrojnë nëse do të kalojnë të përdorin këtë xhirin persik, unë do të detyroj ta blejnë e ta shesin naftën me parën kineze dhe jo me dollar. Kështu që bota është rëndit, bota është shkatru. Amerika nuk mund të lejoj këta. Amerika nuk mund të fitoj, nuk mund të lideroj. Është një luftë e tmerrshme. Edhe s'dihet se si do të përfundoj. Për vëllezër e motra, ajo që ju shifni është për të hutu, për të rheq vëmendjen. Ajo që nuk shifni janë sinjalet, anijet që kanë shku atje, flota detare që ka shku atje. Këta e përdoren me puç. Ditën kur bëheshin bizetimet në Pakistan, bizetimet vetëm për të rheq vëmendjen, këto çun anijet po i kanë çu në ujrat ndërkombëtare, nuk kanë kalu nga ujrat ndërkombëtare. Një herë që u ofruan afër Hormuzit, i kthyn këto armata e ushtrisë, i ktheu mbrapsht armata e ushtrisë me lavushtria iraniane, i detyroi dha urdhër i fundit kthehuni mbrapsht se do t'i quajë dhe u kthyn amerikanët. Pra, amerikanët rinë në ujrat ndërkombëtare, armë pushtimi vazhdon dhe s'mundet Irani të gjujë atyre, por Irani u ka dhënë urdhër në qoftë se afroheni fare pak, kaloni nga ujrat ndërkombëtare dhe futeni afër brigjeve të mia, qoftë në Hormuz këtu, unë do t'i fundos det atë anijet. Tashti këto kanë drona që do të përdorin këto iranianë, se kanë punu jashtëzakonisht, kanë drona në ajër, kanë drona anijet vogla në ndet që shkatrojnë në ndecet. Çfarë do të bëjnë këto iranianët? Këto kanë një plan të tillë, vëllezër e motra, se nuk i tregojnë kush. Janë sekrete këto nëpër këto Pentagonet gjitha. Këto kanë një plan të tillë iranianët. Anijet, flotët detare kanë një numër të caktuar raketash. Sado që të kesh ti, anija ato kanë një minimum, mushë dhe s'ka. Këto, për para se të sulmojnë me gjithmonë me raketa, me shkatru dhe me fundos anijen flotën tonë, këto do të çojnë pa fund nga ajri
dronët vegjël, që do të dërohen ata të gjujnë me raketa, edhe nga uj do të shënë këto anijet e vogla të shpejtë dronë uj, që këto në ndecë submarin, pra do të mundohen të harxojnë arsenalin Amerikës, jo që të sëlmoj Iranin, në tokë që zingu të sëlmojnë se i kanë shkatru këta, ato pikat ushtarake që janë mbi tokë. Këta zinga të sëlmojnë dështi, vetëm do vrasin civil, këta kam lafin ne. Amerika, do t'ja harxojnë një herë, si që kanë bon si që bon Tel Aviv, që ja harxhon raketet me drona në ajër, që shumica thonë, për që bën Irani, s'po bën asgjë, ato po shkatrojnë gjithë qytetin, ata po bënin mjaft se po i shkatronin raketet. Kështu do t'i shkatrojnë edhe do i fundosin nëse arrin aty. Mirë po Amerika s'ka zgjidhje tash se e boni këtë budulli ky idioti on, Trumpi, e hapi luftën, edhe nuk mund të tërhiqet më, deri dje shiste vetëm Irani atë naftën e vet me paran kineze. Tash Irani thot, jo, do shesin kushton një që të kaloj në këtë gjip përsik, nuk shet më me dollar. Iku, ka që patë ti, o lale ka që patë ti. Kjo, çon, nuk duhet kënaq asnjëri kjo. Me çfarëdo krau që t'jeni ju, për arsye se ne mund t'jemi shumë afër zhdukjes së jetës në tokë, sa jetë që njohim ne, se do përdoren bomba atomike. Izraelit mund t'i kanoset shfarosja, ata kanë bomba atomike, s'do lejojnë. Izraeli po qese do të shfarosit, t'jeni sigur që do të ketë në shënjestër, jo venet arabe, jo vetëm venet arabe, ata Iranin, po edhe Turqin, edhe Spanjën, edhe Italin. Pra, po të hedhesh bomba atomike në këto vende ke shkatru krejt qytetrimin evropian, edhe aziatik, të Azis mesme, ku kemi ne. Në të njëjtën kohë do të reagojnë. Amerika nuk mund të lejoj humjen, edhe përplasja e madhe konfrontale mund dal nga durët, ku do të hynë në këto shpërthimet atomike, pastaj Amerika, Rusia, Kina, do shkatrohet gjithë bota. Jemi në prag dhe mund të themi njëri tjetrit të gjatë jetën në botën tjetër. Këtu është jashtëzakonisht më rrezik. Katastrofët e mëdha kanë ndodhur. NATO është për ça? Si është për ça NATO? Meloni, kryeministra është kjo Meloni, italiane që ka qenë nga gjithë udhëheqësit e Evropës apo të NATO-s për krahja më e zjarrt e Trumpit, është bota armike e Trumpit, Meloni. Spanja i ka dalë hapur kundër jo vetëm Amerikës, por edhe Izraelit, edhe ka kërkuar të hapi ambasadën në Teheran, që është në luftë. Italia jo vetëm që ka dalë kundër Amerikës, por ka prej për herë të parë marrëdhëniet ushtarake që kanë pas këto ca pakte ushtarake për shkëmbim me armësh që kanë me Izraelin. Mirë po kjo ka sjell përçarje të mëdha që ne nuk i shohim brenda NATO-s, kryesisht me Turqinë edhe Greqinë. Greqia është hedhur në krahun e Izraelit, edhe në krahun e Amerikës, por është brenda NATO-s, kurse Turqia kundër dy shtetet NATO-s kanë me komplet kundërshtime të pakresueshme brenda NATO-s, kështu që bota është para një shkatrimi të madh. Italia këtë radhë ka tregu udhëheqje italiane një shembull që dua të marrë i madh i vogël çdo shtet. Kundërshtarja më e flaktur si di emrat e Melonit në parlamentin italian, më duket, është ngrit në mbrojtje dhe në përkrahje të Melonit se s'ka fuqi në botë të shaj dhe të njëroj shtetin ton edhe udhëheqësit ton. Janë bo një kundërshtar
edhe me lafë politik i ka unifiku Trumpi. Tashti, nëdhi, gabimin e boni Trumpi. Shkoj në luftë me Iranin, Irani e plasja ta, nuk gjithët më, edhe Irani tashti ka deklaru dhe nuk do të lejoj. Nuk është dërzu Irani. Irani për kundrës i thot, edhe po hapa Hormuzin është keq për ty. I thot Amerikës se unë nuk lejoj as një shtet të shes naftën më me $. Dhe jo vetëm kaq, e po mylla nuk ka naft, po s'pati naft prap s'ka $. Amerika, por e ka bo që të shitët me parën kinese që Kina tjetë interesume me çdo kusht që Irani të fitoj luftën. Është një botë jashtëzakonisht e çuditshme ku jetojmë, jemi parë një rreziku katastrofal, ne mund të zhdukemi komplet nga kjo luftë, edhe jo më katë janë përfshi i madhe i vogël gjithë rajonet në botë, edhe Papa vetë është përfshi se e kupton. Papa që kjo nuk është një luftë thjesht mes Amerikës dhe Iranit, nuk është një luftë thjesht ashti për me të heq vëmendjen që Izraeli të ziroj kufit dhe të bëjë spastime etnike, është një luftë që kërcënon jetën tokë. Sami Gjoka ju përshëndet.